forma të ndryshme, rinia nuk do të dalët dhe natyrisht sa herë që rinia tjetë në protesta, pastaj edhe prindërit, i shtikti prindëror, solidarizohet me ta. Pra, kjo protest do të vazhdoj si pas gjitha gjasave dhe sa më shumë që të vazhdoj aq më tepër Rama do të izolohet. Por edhe në raportet me Erdoganin sipas mediave duket sikur ka një ftoje. Unë nëse përsëri e kemi diskutuar edhe këtë në relacion me Vučićin, në relacion me Vučićin. Vučići e ka mbështetjen e Putinit, e ka mbështetjen e mediave të cilat investohen nëpërmjet bizneseve, investimeve që i ka Rusia në Serbi, dhe natyrisht nëpërmjet pjesës së tij, ai që e ka një mbështetje në politikën ndërkombëtare e Rusinë me të cilën manipulon ai. Rama nuk do ta ketë, ne e kemi bisedu këtë, dy mundësi ka patër. Edhe sa e ka shkuar nga Erdogani nga Turqia si organizator e samitit i ka shkuar Begajt, besoni? Shumë jam i bindur. Jo vetëm se Erdogani, po është organizim i NATO-s dhe organizuesit kanë parasysh përgjegjësinë shoqërore. Keni parasysh. Jemi të folë me shekullin 21. Pra, Edi Rama nuk mund të kërkoj ndihmë nga Putini, se Putini do ta ndihmonte. Po ta kërkon ta ndihmë do dëmtohej të mersi shumë. Të kërkoj ndihmë nga mundësia ishte që e patëm bisedu, të kërkoj ndihmë nga Erdo, base ka kërku, pa i do të refuzoj. Sepse është situata patate nxehtë dhe do të dëmtohej ky Erdogani, sidomos te pjesa shqiptare me kosciencë fetare, me kosciencë fetare muslimane që janë shumë më miqësisht të orientuar nga Turqia. Prandaj ai është i kujdesshëm në këto balancat. Do t'isha edhe unë, edhe ti do t'ishe i kujdesshëm. Po, edhe sa një tjetër që është planifikuar në Tiranë, nuk u la një datë specifike. Nuk u la për shkak të protestave. Domethënë, tashti është si them, topi në fushën e Ramës. Gjithçka varet nga sjelljet e tij, nëse vazhdon me këtë kokëforsi, ai edhe më tepër do ta dëmtoj vetveten. Pra, sa më shumë që ta zhagit këtë punë, do të dëmtohet vetë. Sigur ta përfundonte, sigur ta përfundonte para 3 javë. Mirej bënte negociata me organizatorët, ta gjente një zgjidhje, cila zgjidhja më e mirë, zgjidhje tjetër nuk ka, janë zgjedhje, ndryshimi i ligjit zgjedhor dhe zgjedhje, pra. Këto 2 pika do të vim, ka do që ta sjellin. Edhe koncerti i sotëm ka një vez do të ishte ndryshe. Ke parasysh. Pra, sa më shumë që ta zhagi, sa më shumë ta zgjas këtë situatë Rama, aq më shumë do të dëmtohet vetë. Pa marrë parasysh se çfarë mundohen të bëjnë sekserët e tij, medial sidomos. Edhe në Jugosllavi i kemi këta kriptoinveristët që çfarëdo që të bëj lideri i Partisë Socialiste, ata do ta duartrokasin, madje ishin disa kriptoinveristë Kosovës që në jetën e tyre kur rock muzikë s'kan dëgju, me ftesën që ja bëri Goran Bregovićit në herën e dytë në Korçë, filluan të mbrojnë. Ishin qesharak se ata muzikën e bjellëdukmes nuk e kanë dëgju, për shkak të për shkak të pedigresë të tyre. Por edhe cecën Edi Rama me sjellë në Tiranë, ata do ta mbrojnë, do ta përkrajnë. Kështu që
ky grup i njerëzve dhe ata të cilët përfitojnë financiarisht, sidomos disa analistë që dalin në mediat e Kosovës dhe pronarë të portaleve, ata do ta përkrahin. Hiqi këta të ngjashmit janë edhe në të shqiptarët e Maqedonisë, hiqi këta pjesa tjetër dërmuese e popullatës shqiptare, pa marrë parasysh territorin, janë me protestues. E që është e kuptueshme shkajt në natëshme. Pra kjo është një çështje që do vazhdojë dhe sipas gjitha gjasave, sikur thatë edhe ju, ndoshta një shtytje, pra një ultimatum nga jashtë do ta detyronte më shumë Ramën për të marrë vendimet edhe brenda, sesa nga sheshi, nga turma. Ndoshta ultimatum nuk i publikisht nuk i japin, por besoj që fillimisht me injorimin e tij e çojnë mesazhin. Do ta izolojnë, do ta injorojnë aty ku duhet të marrë pjesë Shqipëria, në ato avinimentet do të mundohen të ftojnë presidentin apo dikë tjetër, nëse ky insiston me ryrish, siç bëri në Ankara, pastaj atje do ta injorojnë dhe do t'i merr ato fotografitë domosdoshme që duhet të mirën në fillim apo në fund, siç ishte kjo fotografia e të gjithë atyre pjesëmarrësve në Ankara së bashku. Për ta mbyllur me samitin dhe një koment, çfarë ju bëri më shumë përshtypje? Starmeri dhe për Ramën nuk e di, nuk ishte i shqetësuar, po Starmeri e solli pistoletën në Britani apo jo? Po shiko, këta turqit e mençur, sidomos kjo pjesë e ashtu quajtur turqit e bardhë, bejaz të klar, kundërshtarët e Erdës, janë zorë dhe ata se dhe Erdo është një Trump, por më i vogël, sepse fuqia Turqisë është e kufizuar. Ti jepësh pistolet, edhe me fishek mbrapa. Edhe me fishek. Ajo është çmenduri, është tamam paljaço. Ata po e kanë turqit një se të kështu një idiom, një fjali, kështu. Halisi, thojnë, Erdogan halisi, hesapi Erdogan, apo. Pa lidhje. Po ishte edhe Trumpi ishte interesant. Trumpi data se ka thurur për Erdoganin në Ankara, besoj se ka thurur për ndonjë lider tjetër, pra aq kohë sa qëndroi aty. Po Erdoganin do natë shumë sa që Turqia akoma është në embargo. Pastaj Spanjës mënyrë se si ju drejtua ishte tmerr në atë gjuhë, e bëri Japonin shtet islamik, Iranin, ofesinë e Iranit i quajti dhum, fundrina, skam, dhe është interesant këto akuzat ndaj antarëve të Evropës perëndimore, të NATO-s, pritnin të gjithë se do ta shfrytëzoj samitin për t'i kritikuar alla Trumpçet. Por askush nuk e priti sulmin ndaj Iranit. Dhe siç po shihet, sulmi ka qenë i provokuar. Pra anijet amerikane ka lundru aty ku janë marrë vesh se s'duhet lundroj. Dhe kanë reagu iranianët, sikur deshti t'i qoj, si them kështu, fjalë, t'i qoj selam iranianëve që edhe Turqinë mos kujtoni se e keni mik. Sepse deri tashti, edhe pse Turqia publikisht, kështu zyrtarisht, është neutrale, por është gjithë mekanizmi propagandistik, mediale është në anën e Iranit. Aja dhe reflektohet edhe te ne në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, sepse islamistët shqiptar shumë inspirohen nga mediat e Erdoganit, kontrolluar nga Erdogani.
shihet mënyrën se si e shpallin Iranin fitues e tjera, por asnjë kritik nuk ja dhan Trumpit që duke qenë në odën e Erdos e sulmoi Iran. E ke vrejt, askush nuk e ka kritikuar, për faktin se Erdoja ka hesht. Pra, mekanizmi propagandistik i Erdoganit nuk e bëri të madh atë, por ja dha kahjen tjetër, edhe kjo natyrisht reflektohet te këta islamistët tanë që domethënë janë shumë të kontrolluar nga linja erdoganiste. Më shumë nga linja erdoganiste se sa vehabiste, sepse vehabistët shqiptar ka kohë që heshtin, nuk janë të involvuar në këtë luftën mes SBA-s dhe Iranit, jo vetëm për shkak të sekteve të ndryshme, por edhe rivalitetit mes të sauditëve dhe iranianëve. Sa për ta prek edhe këtë kontradiktat e politikës lindjes mesme.